Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vazhdojmë me temat e librit Tashih ad-Du'a. Dhe tema radhës është at-tasfiq, duartrotitja, përplasja e duarve gjatë dhikrit. Dhe sjell autori Allahu mëshiroftë fjalën e Allahut të lartësuar, i cili thot: "Wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiyah, fadhuqu al-'adhaba bima kuntum takfurun." Lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetëm me fërshëllima dhe përplasje duarsh. Dhe kanë thënë disa dietar se qëllimi me fërshëllimat dhe përplasjet e duarve që bënin dhujtarët, e bënin të gjë me qëllim që njerëzit të mos e dëgjonin Kur'anin nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe për një fjalë të tillë dëshmon fjala e Allahut azza wa jall: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Jo besimtarët thonë: mos e dëgjoni këtë Kur'an, flisni e qeshni me zë të lartë që të ndërpreni leximin e tij. Pra, përplasja e duarve apo duartrotitja është nga veprat që i bënin idhujtarët, dhe këto ishin edhe si formë adhurimi, por ndër të tjera edhe për të penguar muslimanët, për të penguar njerëzit që të dëgjonin ajetet e Kur'anit kur u lexonte atyre profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i lartësuar e quajti këtë vepër të tyre, fërshëllimën, duartrotitjen, namaz apo lutje, sepse ata e bënin këtë gjë në vend të lutjes dhe të zbihut, madhërimit të Allahut. Pra në vend që t'i drejtoheshin Allahut të lartësuar me lutje ashtu siç i drejtohen muslimanët, në vend që të madhëronin Allahun e lartësuar me tauhid ashtu siç i takon me merit atij, ata përplasnin duart, fërshëllenin, qeshnin dhe flisnin me zë të lartë. Dhe gjithashtu në fjalën e Allahut të lartësuar rreth popullit të Lutit: "Wa ta'tuna fi nadikumul munkar", dhe ju në tubimet tuaja bëni punët më të ndyra, është interpretuar me duartrotitjen. Pra një nga interpretimet dhe kuptimet që përmban ky ajet, dhe jo se është ky kuptimi i vetëm apo i përgjithshëm, por nga kuptimet që përmban është edhe tregimi se populli i Lutit ndër të tjera kishte si formë veprimi duartrotitjen. Kishte si formë veprimi duartrotitjen. Edhe thot autori më pas, Allah më shiroft, dhe unë tani thot dua të përmend diçka të përgjithshme, pra diçka më të zgjeruar rreth duartrotitjes, këtij veprimi. Dhe thot Allah më shiroft: nuk ligjësohet përplasja e duarve në një çështje prej çështjeve të fesë, përveç se në një rast, dhe ajo kur është e nevojshme. Lejohet për gruan që kur është në namaz dhe imami harron, bën ndonjë gabim nga harresa, atëherë është e pëlqyeshme për të që t'ja kujtojë, t'ja tërheqë vërejtin gabimit me anë të përplasjes së duarve, ndërsa për sa i përket burrit, ai i cili e kupton gabimin e imamit dhe kërkon që ta korrigjojë, ai ja kujton imamit me tesbih, pra duhet thënë për subhanallah. Ndërsa gruaja ja kujton imamit me
duartërtitje, pra me një përplasje të duarve, sepse një gjë e tillë është saktësuar në sunnetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, siç vjen në hadithin e Abu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "At-tasbihu lir-rijali wat-tasfiqu lin-nisa." Tasbihu fjala subhanallah është për burrat, pra ata e thonte, ndërsa përplasja e duarve është për gratë. Dhe kjo është me itifak, dakordësi të plotë të dietarëve, për sa i përket mënyrës se si burri e korrigjon imamin, pra me anë të tasbihut, fjalës subhanallah. Ndërsa për sa i përket gruas, shumica e dietarëve thonë se me përplasjen e duarve, siç erdhi në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përveç malikive, dietarëve të mëdhëbit maliki, që nuk e pëlqejnë për gruan përplasjen e duarve në një rast të tillë, dhe thonë se hadithi që përmendëm më parë nuk ka për qëllim lejimin, por për çmimin e kësaj vepre. Ky mendim nuk është i saktë, është i gabuar për shkak të argumenteve të tjera që tregojnë qartë se në një rast të tillë ligjësohet për gruan përplasja e duarve. Përveç hadithit të mësipër, është edhe hadithi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idiyut radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili bën diçka gabim në namazin e tij, pra nëse ju bëni diçka gabim në namazin tuaj, atëherë burri le të bëjë tasbih, pra të thotë subhanallah, ndërsa gruaja, gratë, të përplasin duart. Dhe gjithashtu, thot autori, Allahu mëshiroftë, dietarët kanë rënë dakord se burri duhet ta ndalojë, ai që është duke falur, ai burr që është duke falur, duhet ta ndalojë personin që tenton të kalojë përpara tij, pra nga njëra anë në tjetrën, ta ndalojë me duar dhe jo me përplasje të duarve. Dhe kanë dhënë mendime të ndryshme, pra nuk ndajnë të njëjtin mendim për sa i përket shenjës me dorë, pra t'ja bëj shenjë me dorë apo jo, apo ta përpiqet ta ndalojë, qoftë edhe duke e mbajtur apo duke e shtyr, apo duke thënë subhanallah. Pra është një çështje për cilën ka mendime të ndryshme të dietarëve. Ndërsa për sa i përket gruas, shumica e dietarëve thonë që ajo duhet ta ndalojë atë që kërkon të kalojë para saj, dhe ajo është duke falur, me anë të shenjës, duke bërë shenjë. Ndërsa Hanefit thonë se ligjësohet për të përplasja e duarve në një rast të tillë. Dhe gjithashtu dietarët kanë rënë dakord me itifak, pra, se përplasja e duarve në namaz, qoftë nga burri apo nga gruaja, në formë dëfrimi, shpërkujdesje, nëse është haram dhe nëse ndodh shumë, e prish namazin. Edhe thot më pas autori, Allahu mëshiroft, se ummeti islam vazhdoi të jetë në paqe dhe në shpëtim nga gabimet edhe bidatet, dhe në braktisjen dhe mosveprimin e përplasjes së duarve, duke mos e konsideruar atë si fet, por as edhe si zakon, përveç rasteve ku lejohet në bazë të argumenteve siç u përmendëm më parë. Por më pas do të bëhej edhe në këtë ummet në formë adhurimi përplasja e duarve nga disa bidatçin gjatë leximit të dhikrave, apo në mevlude, apo në këndime të ndryshme në shtëpi, apo në xhamia e tjerë. Edhe një gjë e tillë është shfaqur në shembullin e 4, sepse dietari i njohur El-Hafidh Ubejdullah ibn Batta, që ka vdekur në vitin 387 të Hijrit,
i kundërshtoi ata, i kritikoi në veprimin e kësaj gjëje. Edhe më pas edhe dietarët e tjerë pas tij i kritikuan, e sulmuan këtë gabim dhe i konsideruan dhe i gjykuan si bidatçin ata që e bëjnë një gjë të tillë. Edhe ndër dietarët e cilët patën një rol të madh në këtë betejë kundra këtij bidati është edhe Ibn al-Jauzi, është Ibn Taymije, është Ibn Qayyim, edhe të tjerë, Allahu i mëshiroft, prej të hershmëve, por edhe prej të mëvonshmëve, të cilët e pranuan dhe e miratuan ixhmain se përplasja e duarve si adhurim, në formë adhurimi, pra duhet konsideruar si adhurim apo pjesë një adhurimi, për shembull duhet të bërë dhikr dhe duhet të përplasur duart e tjerë, është bidat, humbje, dalje nga legjislacioni i pastër. Prandaj është detyrë largimi nga ai dhe mos veprimi i tij si adhurim, por ndalimi i tij. Dhe gjithashtu në shekullin e 14, thot autori, ky lloj veprimi filloi të shtrihej akoma edhe më gjerë midis muslimanëve në grumbullimet e tyre, në tubimet, festat, organizimet e tyre, ku përplasnin duartrotisnin për të shprehur çudinë, pëlqimin, kënaqësinë rreth diçkaje. Në këtë mënyrë ata përngjasuan me idhujtarët, të cilët i përplasin duart për t'i dhënë zemër për krahje, miratim dikujt. E nëse përplasja e duarve ndodh si adhurim, është bidat dhe humbje, siç e sqaruam dhe më parë, thot autori. Por nëse është thjesht zakon, siç mund të ndodhë në organizime të ndryshme, për të përkrahur, për të shprehur kënaqësinë, çudinë, miratimin për dikën, atëherë një gjë e tillë është përngjasim, pra gjuna, dhe është obligim distancimi dhe largimi prej tij për këto arsye. Së pari, dihet që në udhëzimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra në sunetin e tij, kur njeriu pëlqen apo çuditet nga diçka, madhëron Allahun e lartësuar, me anë të tekbirit, pra duhet të thënë Allahu Akbar, apo me anë të tasbihut, pra duhet të thënë Subhanallah, apo me anë të tehlilit, pra duhet të thënë La ilaha illallah, e të tjera madhërime. Dhe hadithet në lidhje me këtë gjë janë të shumta dhe të njohura në librat që përmbledhin hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa prej tyre Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, i ka përmendur në një kapitull në Sahihun e tij, dhe gjithashtu edhe An-Nawawiu, Allahu mëshiroft, në librin e tij Kitab al-Adhkar. Dhe ky është udhëzimi më i mirë, udhëzimi i begat, ajo që kanë vepruar edhe selefët e këtij ummeti, nga sahabët dhe ata që erdhën pas tyre e deri në ditën tonë. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Prandaj, në këtë mënyrë muslimani duhet të vazhdojë dhe kjo të jetë gjendja e tij rreth madhërimit të Allahut, për kujtimit të tij. Dhe siç dihet, duke qenë se kjo është e vërteta, dhe ky është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk është përcjell diçka e kundërt, as edhe nga imamët e fesë, del si konkluzion se duartrotitja në festime dhe organizime të ndryshme në përshkolla e të tjera, nëse ndodh si adhurim, është bidat dhe i ndaluar fetarisht, sepse Allahu i lartësuar nuk na urdhëroi dhe nuk kërkoi nga ne që ta adhurojmë atë me anë të kësaj forme, pra me anë të duartrotitjes. Dhe një gjë e tillë veprohet nga disa sufist, që gjatë dhikrit dhe duave që bëjnë, përplasin duart. Por
nëse duartërtitja apo përplasja e duarve kryhet thjesht si zakon, siç u përmend dhe u sqarova më parë, atëherë theksojmë që një gjë e tillë është haram, sepse është përngjasim. Dhe saktësohet në hadithin Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhuma se kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tregoi kurejshve se ai atë natë ishte udhëtuar nga shtëpia e shenjtë për në Beitul Maqdis, ata thanë, a e bërë të udhëtim dhe tani në mëngjes jeme ne? Kjo për faktin sepse ishte një distancë që kërkonte javë të tëra. Pra ishte e pa imagjinueshme sipas tyre që brenda disa orëve të irte dhe të vinte dhe në mëngjes të ishte me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha po. Atëherë, si thot Ibn Abbas, disa prej tyre përplasën duart, e disa të tjerë i vendosën duart e tyre në kokë në shenjë habie dhe çudie, si për gënjeshtrim për atë që tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot autori më pas, Allahu më mëshiroft, se një zakon i tillë, pra përplasja e duarve apo duartërtitja, sipas historisë ka hyrë tek muslimanët në shekullin e 14, ku një pjesë jo e vogël e muslimanëve filloi të marrë, të imitojë dhe të përngjasojë pa besimtarve në zakonet e tyre. Thot Ibnul Jauziu, Allahu më mëshiroft, se duartërtitja është e ndaluar, është veprim që të nxjerr nga gjendja normale dhe është një veprim ndaj të cilit njerëzit e logjikshëm qëndrojnë larg, pra nuk e veprojnë diçka të tillë, sepse është përngjasim me idhujtarët që e vepronin diçka të tillë gjatë adhurimeve të tyre në Qabe. Dhe Allah i lartësuar e përçmoi këtë veprim të tyre kur tha: "Wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiya." E namazi i tyre, lutja e tyre në shtëpi nuk ishte gjë tjetër vetë se fërshëllima dhe përplasje e duarve. Prandaj thot autori në fund të kësaj teme, është detyrë për robin musliman që të ketë frikë Allahun azza wa jall dhe t'i afrohet atij me atë gjë që është e ligjësuar, që është sartësuar, dhe jo me gjërat e cilat nuk i përkrasin kësaj feje, këtij legjislacioni të pastër. Elusim Allahun subhanahu wa taala, na ruaj neve nga bidatet, na japi neve qëndrueshmëri në sunnet, na japi neve udhëzimin për të dalluar të vërtetën nga e pavërteta, sunnetin nga bidati. O subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.